Në rrënojet e kishës së Shëngjinit në fshatin Arashkullaj, në njësinë administrative Gryemir, besimtarë të shumët katolik nga shumë zonet të Malësisë morën pjesë në meshën e shenjtë të pelegrinazhit të 13 martave të shëndohet. 10 besimtarë katolik janë drejtuar këtij vendi të shenjtë për të gjetur ngrohtësi shpirtërore, duke drejtuar lutjet e tyre për më shumë shëndet e harmoni. Unë jam shumë e lumtur. Kam pas dhimbje, kam pas marrën mesh, sa kam prek trupin e shenjtit që na më duket se kam dalë një jetë tjetër, me ta thënë vërtetën. Jetash, i kjo dorë me e mpihej, ashtë plotësisht e vërtet. Që krejt, po të thush, mu lecua trupi e dora, e tana e qiet, e lumtun që kam ardhen këtë vend. Vim me besu Zotit. Krishtit. Tani është shumë mirë, kupton, të gëzuar sepse këtu është një vend i shenjtë, është një vend që jo sot po është qish në kohën e kahershme. Kështu që ne vim, lutemi, besojmë te mrekullit. E shenjtë që na nom që ka këtu është një vend që ka kanë edhe vetë që na nom në këtë kishë, ka fjet një natë në këtë kishë. Si shtojnë të partë tona, ato që ka metë shu në histori që a i ka ardhe ka nejtë një natë to. Ne është shumë knaqën që vinë edhe për njerëzit që vinë to. Kjo është vend që lutne edhe vend i shenjtë. Unë njihena shumë të kënaqur. Falenderojmë Zotin për gjithat mirat si ka banë mesin tonë. Si për zhve, si për mështar, si për motra, falenderojmë Zotin, si na kanë ardhë, më na shërbyve, më na nimue për ecjen tonë, shpirtërore e fizike. Kisha e Shëngjinit, e cila daton rreth 900 vite më parë, ka titullin Monument Kulture i kategorisë së parë i shpallur si i tillë në vitin 1977, gjatë pelegrinazhit të 13 martave të shëndohet. Besimtarë të shumë katolik, por jo vetëm, luten pranë këtij vendi të shenjtë.